dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Kudo që të ndodheni, një përshëndetje nga kjo studio, e cila çdo ditë pret të ftuarit e saj për të dhënë informacione të ndryshme nga sfera të ndryshme të veprimtarisë. Por gjithmonë duke u drejtuar veprimtarive kulturore, nuk mund të mos mendojmë se ata përveç se janë argëtuese, shplodhse, përcjellin vlera artistike, ato kanë mesazhe të forta që ndikojnë në ditët tona, në jetën e gjithë secilit, që japin gjithmonë vëmendje dhe që zgjojnë interes. Pas vetëm 2 ditësh në skenën e teatrit Migjeni do të shfaqet premiera e varietes Kur Borxhi Xen Frymën. Është një premierë që është e realizuar dhe po realizohet nga Shoqata Kulturore Teatrore Zefju Bani. Sot në këtë studio jam së bashku me kryetarin e kësaj shoqate, zotin Gjon Stefa. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirë si o gjeta, jo faleminderit për ftesën. Në fakt të jesh në krye të një sipërmarrje të tillë, siç është një premier, nuk është pak apo jo. Por aq më tepër ju jeni edhe në rolin e regjisorit, të skenaristit dhe skenografit. Jeni në krye të shumë punëve, të cilët do të shfaqen pas 2 ditësh në skenën e teatrit Migjeni në premierën Kur Borxhi Xen Frymën. Si shkojnë punët? Në çfarë faze jeni? Momentalisht jena në fazën përfundimtare të tana parametrave, po quajmë, të shfaqjes. Pra, kena përfunduar pothuajse 99% interpretin, mizaskenat. Për fatin tonë të mirë jena aty punu ditë të fundit në teatrin Migjeni, pra ne jepet kushtet e favorshme për ta prezantuar sa më denjësisht këtë shfaqje, por jo vetëm për interpretin, por edhe me skenografin, jena në përfundim me sipër, pothuajse është stabilizuar çdo gjë, është punu për piktorit skenograf të teatrit, kuptohet skenografia imja, po punu është për durve të tija të mjeshtërore, dhe vazhdojmë tashti bashkëpunimin me teknikët e tjera, pra me fonin, me ndriçimin, alo nuk e kena përfundu, po drejt përfundimit jena edhe në këtë drejtim. Natyrisht është si një, po e quaj fest e madhe, një i zoti i shtëpisë kur mendon një dasëm ose diçka të bukur ka përkujdesjen deri në detajet e fundit. Ndaj besoj se ju jeni personi i duhur për të qenë kryetari i kësaj shfaqje, kësaj sipërmarrje të madhe apo jo? Keni prek diçka që në vërtet mase jam super i ngarkum, sepse realisht do të ishte e mira që ju tana detyrat i barsha unë, edhe me thënë ju shpërndashin detyrat. Por realisht jam i detyruar me lujt të tana këto detyra, pra ose këta role, po e thona në thojza, ty nis kështu jo vetëm thjesht për që më takon nga ana aty në titujve që ju lakut pak më përpara, por edhe për problemet organizative, pra nuk janë të pakta edhe këto që të hajnë kohë. Natyrisht. Por pas 2-3 ditësh kur shfaqja të jepet, sepse jepet 2 ditë, të shtunën dhe të dielën, ju do të kujtoni ndoshta shumë bukur të gjitha ato përpjekje dhe le të shpresojmë për një sukses. Është e vërtetë që në fakt të jetosh me aktivitet do të të jetosh, po quajmë kështu, pra njehesh mirë. Dhe kapet bukur, pra nëse ka lodhjen më rand, kjo do të thotë që sjellin lezetin. Natyrisht. Për ndryshe nuk do të organizohesh. Pra në një fjalë ne bëjmë këtë punë sepse dishrojmë këtë punë dhe jena të lumtur kur e bëjmë këtë punë. Në fakt çdo shfaqje, siç e tham edhe më herët, përveç se paraqitjes skenike, artistike, lojës, ajo përmban diçka thelbësore. Ka një substancë të qëndrueshme. Madje ju që në titull mendoj se keni goditur dhe keni thënë shumë çka, Kur Borxhi Xen Frymën. Çfarë mesazhe sociale mendoni të shpërndani nëpërmjet kësaj shfaqje? Titulli është i gjetur të ju mbështet goxha tek vetë materiali i cili na kena shfrytzuar. Janë 2 komeditë që janë gati gjysmën e shfaqjes, rreth 1 orë, që të dyja trajton po të njëjtin problem. Pra, problemin e borxhit dhe ashtu siç është motivuar që të Xen Frymën. Janë autor të ndryshëm në
ambientet të ndryshme, në shoqëni të ndryshme, po ama që i përshtaten plotësisht shoqënisë sonë. Pra domethënë, ashtu që kanë ndodh e që kanë gjetë çdo ditë tek ne në jetën tonë përditshme. Nuk janë vetëm këto dy komedi dhe materiale tjera trajtojnë këtë problem pjesërisht, por më tepër merren me probleme tjera sociale. Pra, siç e thatë ju varieteja ose dikur i kena thënë strat, nuk është thjesht tional tek një temë, pra trajton të gjitha temat sociale të cilat janë të mujtuna për të kapur brenda një shfaqje. Është e kuptueshme se çdo gjë na i kena kapur brenda kësaj shfaqje. Natyrisht. Megjithatë, ju keni paraqitur se materialet janë shkruar nga 4 autor, kryesisht nga 4 autor. Thatë që janë 2 komedi brenda kësaj shfaqje. Unë po përmend vetëm autorët e materialeve nga Çehov, Giannini, Qazim Çela, John Stefa. Mund na shpjegoni diçka rreth tyre? Pak më përpara të ikim të problem. Pra, të dy autorët e parë që ju lakut janë 2 komedit. Komedit janë një akti, po janë të plota. Pra, janë gati gjysmorët për secilin komedi. Nërsa materialet tjera mushse, pra një orëshin, se e kalon 2 orëshin si shfaqje, pra nuk është e pak ta mash skenën 2 orë sa. Dhe prandaj jena ndodhe në para një përgjithësie goxhat madhe, por shpresojmë t'ja mrrim, ta realizojmë dhe të mos e mërzisim spektatorin për këto 2 orë. Arsyet janë thjesht sepse edhe materialet janë të bukura, janë materiale gjetuna të bukur, ka material që trajton jo vetëm probleme sociale, por janë të gërshetuar me një humor thers, ironik dhe me shumë finecë, siç e ka traditë qyteti jonë. Kjo do të thotë që ju keni punuar prej kohësh në radhë të parë për përzgjedhjen e materialeve. Është vërtet, mund të kena më shumë se 4 muaj që kena një kësaj pune. Edhe bashkarisht me ne kena mbrit te konkluzion që po fillojmë me punu dhe mas se 3 muaj që punojmë. Kushtet tona janë të tilla që nuk mund ta kryjmë punën shpejt e shpejt, sepse nuk e kena komoditetet, qoftë si orar punët për t'i bashku njerëzit, se nuk kam një grup profesionist, po i themi, ashtu, që t'jenë mana një oraret, po do të kombinojmë se secili prej tyre jeton në ambiente tjera dhe na detyruar ju përshtat secilit ambient. Pra, me të thënë drejtën me vështirësi punojmë. Por gjithsesi, edhe vështirësia ka atë bukurinë më po e quajmë bukuri, sepse realisht pak shqetësuese është, por një kështu. Në fakt, duke parë programin tuaj, unë shoh disa nga emra edhe të njohur që ju keni aktivizuar. Për shembull, në kastin e aktorëve është Dranë Xhaj, mjeshtër i madh i humorit. Por edhe emra të tjerë, më të rinj, që nuk janë edhe shumë të njohur, por që lançohen nëpërmjet këtyre interpretimeve. Si keni punuar me këtë kast aktorësh që dikush ka shumë eksperiencë, dikush është në hapat e parë? Kjo është pothuajse një pjesë e jetës së tonë shoqatës sonë. Pra domethënë, shoqata jonë gjithherë ka me pas premiera të kësaj natyre. Ka mbrën elemente siç e përmend ju, është antare shoqatës Dranë Xhaj. E përshëndesim me shumë respekt. Por vazhdojmë, janë edhe 2 autorë tjerë që njihen nga publiku, Gackodrina dhe Qazim Çela. Qazim Çela dhe Gackodrina. Vazhdojmë me një grup që ka shumë vite që po punojmë së bashku dhe që prezantojnë talente, janë të vërtet talentuar, siç është Aleksandra Gjoni, Margerit Hila, Edon Tahiri edhe Marko Papleka. Nuk i rrin mrapa edhe elementi tjetër, Ardiana Marku, Jolanda Gjeluci, Gentian Demovi. Si që thot pak më përpara, mërën kena futur edhe elementa fillestar dhe kret 3. 2 vajza të vogla. Po, është vërtet. Pra, kena një grup Lucy Bregun, Mikea Qarkagjia dhe Hea Lohja, e Fiona Qoqja. Këto 2 të fundit janë fëmijë të vëcër në klasë 3. Por prezentoj një monolog të Qazim Çelës, që mendoj ka me kënë pika kulmore e gjithë shfaqjes. Vërtet? Çuditshme është, por pikërisht prej më të vogles, unë pres pikën kulmore. Heja është e njohur, po ndjes sepse nuk mund të flas për të dyja se në fakt nuk kanë po të njëjtën detyrë, po unë i kam shpërndarë një në një natë, tjetër në një natë tjetër që të jenë të dyja pjesë e shfaqjes sonë. Shumë bukur. Kështu e kena realizuar. Shpresojmë që edhe me elementet fillestar ne mrrim të suksesi, edhe nuk i tremem kësaj.
është diçka që e kena fitu për vitesh, do me thonë këtë lloj eksperiencet, edhe shoqata ka këtë detyrë pra me majt afër elementet të ri e të reja që dishojnë të rinë skenës afër. Unë mendoj do të ndalemi pak më vonë tek puna e shoqatës, sepse e shoh me shumë vëmendje ose edhe interes pikërisht aktivizimin e këtyre elementeve. Në fakt, ju thatë që keni brenda shfaqjes ka 2 komedi me njakt dhe të realizosh 2 komedi me njakt, sa do minimaliste të jenë realizimet, ato janë komedi. Dhe për këtë ka një zhvillim, një kurb, një myllje, të cilën aktorët patjetër duhet të jenë të përgatitur dhe shumë mirë madje. Si po e realizojnë? Po ti referohemi vetëm këtyne dyjave, në fakt ka kohë që po punojmë. Jena mënu që ti tipizojmë rolet, pra kur kena bashkëpërndamin e detyrave në role, janë të gjetun elementat. Pra gjithë se cili prej aktorëve, të cilë tashma unë i njof, se kam vite që i punoj me ta, janë të gjetun në atë pozicion që i shkon. Ne i thone për pirë, jale shkodranëshe. Pra me një fjalë, nuk është fort e vështirë të punosh kur realisht ti ke në dorë një personazh që i përshtatet aktorit me cilin ti ke angazhu. Nuk është e thjesht, e thot ju më përpara, komedit kanë nevojë që të punohen mirë, është punu mirë, dhe shpresojmë që ta kena mrit aty ku kena dashtë. Pra me një fjalë, mendojmë që komedit janë të realizuar, pjesë më të realizuar të gjithë spektaklit janë këto 2 komedit. Shumë bukur. Mirë, por duke qenë si spektakël, si variete, ju keni kombinuar edhe muzikën. Ndërmjet këngëtarëve është Mukaddes Çanga, mjeshtër i madh. Luigi Alia, një këngëtar i mrekullueshëm me emër, por edhe këngëtar të ri. Çfarë muzike do na servirë përveç këngës popullore, ndoshta muzikës atëherë keni cik një problem që në fillimisht e në kam pas shqetësus, sepse në të vërtet na si shoqat jena ma shumë produktiv në skenë, në interpret, por jo në muzikë. Pra, shoqata jonë nuk kanë kuadrën e vetë elementet kësaj natyre, pra nuk kena një orkestër, nuk kena këngëtar që i majmë afër, por gjithsesi po fillojmë me bën ditë punë kësaj natyre. Një vështrim më i gjerë. Dy nga ma me emen që gëzon qyteti jonë, por ne kena dhe 3 vajza që e menëm që janë talentume dhe që kërkojnë të afirmohen. Pra, është Josefina Guri, Meri Prenqi dhe Martina Serreqi. Është një vajzë krejt e vogël, edhe kjo në moshën 14-15 vjeqare, por që mendojmë që zani i saj do të jeti atillë që spektatorit a du të rrgasë. Sa bukur sepse dhe lançohen, promovohen, marrin një... Kjo në gëzon, se realisht edhe na si shoqat këtë detyri kena vu vedit. Për fat keq nuk kena fort mundësina për të realizu shumë trije të reja që kanë pasion për skenën, kanë pasion për muzikën, por aq sa mundëna në bajmë. Pos këtyne me ta pa i laku dhe 2 moderatorët. Janë një vajzë dhe ideal, shumë shkath, shumë prezentabel, shumë simpatike. Është Josefina Guri që lët edhe këndon, të kantare, edhe Paulo Bota. Mos harrojmë se shoqata në gjinën e vetë, mranda këtij gjini bëhet fjalë për elementin cilën na trajtuam, nuk e kena tonë për shkodrët. Ashtu? Jo. Një pjesë e mirë vinë për fshatrave, edhe vinë me shumë sakrifica. Që ka një mrekulli. Po, pikrisht pra. Ky bashkëpunim, domethënë, jo t'ju myll mranda qytetit, por t'ju hap në kërkim të elementit, në kërkim të talenteve, ne kena shku deri shumë larg mase. Si keni bërë të mundur këtë? Me mund dhe me sakrifica, ty përfitu ndoshta nga pasionet e elementeve. Unë kam një personazh që duhet ta lakoj, Margjerit Hila, vjen prej Hajmelit dhe nuk është e rapar, mund t'jen e gjashti aktivitet që bën shoqata dhe është protagonist kryesor në shfaqje. Bën mbi një orë rrugë për të ardhur me makinë. Pikrisht, me shumë sakrifica, ka pas raste që e ka zanata, ka ecë edhe në kam. E përshëndesim Margaretin, edhe i urojmë suksese dhe rrugë të suksesshme në vijimësi.
por dhe të gjithë të tjerët, natyrisht. Sigurisht. Ka dhe tjerë, nuk po hitesh ti muzgjat fort për të... Në fakt, Gjon, ju po realizoni dhe skenografin. Thatë që po punoni me mjeshtrin Hysni Halili, por që ideja e skenografisë është e pasqyruar nga ju. Çfarë keni menduar në këtë skenografi? Edhe kjo është në përshtatshmëri me krytemen e vet asaj, kur borxhi Zenfrymen është e prezantuar si reklam, dhe e gjithë sfondi ose fondali është i mushur me pare. Jo vetëm pare, por ka edhe monella të arta, pra shkurt luhet me lekun. Edhe vetë titulli i shkon përshtatshmërisht këtij dekori. Mos harrojmë se dekori ka dhe shtesa tjera, pra çdo komedi, Selvizin. Çdo komedi ka skenën e vet, kuptohet, jo në skenë kushtet dhe se çfarë, një skenë simbolike, po që e mushat çka na dishojmë të bëjmë. Ju ka kushtuar pikërisht një vëmendje dhe një kohë të veçantë kjo? Është e vërtet, mos harrojmë se bëhet fjalë për krijimtari. Pra, domethënë, nëse do të ndërtosh diçka, do ta lodhësh mendën. Ndoshta do ta lodhësh mendën kohë pa kohë, të linë ideja ku sta prat mendja, ty fjet apo në rrugë të madhe apo kudo. Por gjithsesi na kena shku drejt përfundimit kësaj detyre, kështu që tashmë është e mbyllur ky kapitull. Në fakt, kur shikon plakatin, lexon shoqata kulturore teatrore Zefjubani. Paraqet varieten kur borxhi Zenfrymen me mbështetjen e Teatrit Migjeni dhe Qendrës Rinore Arka, që do të thotë? Do të thotë një bashkëpunim me të dy këto ambiente. Pra, po nisim prej të dytës, të cilëve i tham një falënderim shumë të madh. Arkës. Po sigurisht, sepse ato na kanë strehu bojarisht me bë provat në të ambient. Dhe një ambient shumë komod, gjë që nuk e pritshme. Dhe meriton prej nesh, me thënë, jo vetëm lefdrata, por lefdrata në rang të qytetit, për arsye se ata i hapin dyert kur bëhet fjalë për diçka të mirë, për diçka pozitive. Kuptohet, me Teatrin Migjeni na kena raporte tjera, pra këtu bëhet fjalë më shumë për teknikën, pra bashkëpunimin me stafin e teknikës, të cilët nuk kapërtojnë dhe janë gjetur ato gjithherë të gatshëm me na mbështet dhe më u vënë dispozicion tonin me kënaqësinë më të madhe. Dhe për ty një falënderim të madh. Unë qëndroj përsëri tek shoqata juaj, e cila këtë radhë jep këtë varieté. Por, si që thatë ju, antarët e shoqatës janë aktiv për gjatë gjithë kohës, madje në vite kanë pasqyruar anë të ndryshme të talentit të tyre me shfaqje, me premiera, me vepra të ndryshme, drama, komedi. Si ka qenë ecuria shfaqjeve apo aktiviteteve të shoqatës kulturore teatrore Zefjubani? Shoqata ka më shumë se 7 vjet që ka bën njohje juridike në gjykatën e Tiranës. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, kuptohet, ne nuk pretendojmë të krahasohemi me trupin e Teatrit Migjeni. Pra, na jena shumë më të varfër në këtë drejtim sepse nuk kena mundësina për të dhënë më tepër, kryesisht nga ana financiare. Por megjithatë, me vullnetin e mirë e me ndonjë stimulim sa do të vogël, na kena mbërrit si gati për çdo vjet të prezantojmë premiera. Ja, premiera që kanë trajtuar probleme sociale, shumë të njehme në kohë. Pra, Gjaku që bjerët është një ndër dramat më të bukura që ka nxjerrë shoqata jonë dhe trajton problemin e gjakmarrjes, e mbështetur te një novelë e Ernest Kuliçit, Gjaku. Mandej vjen denoncojnë sklavet e seksit, edhe kjo është një temë shumë e rëndësishme për shoqërinë tonë, pra një plagë që na ka vrarë, është vrastare për ne. Mandej janë kënë 2 drama të trajtuar mbi bazën e martirëve të kishës, janë qoftë për Dom Nerezaden, qoftë për Shtefan Kurtin, është në fakt një kosovar, po që realisht jeta ati ka përfunduar këtu te ne në Shqipëri. Mandej mrapa kena nxjerr 2 komedi, njëra mas tjetrës, dhe komeditë kanë pas shumë sukses kohët e fundit. Është Kamera e Pallatit, shkruar për Fra Valentinit, dhe mandej mrapa kena nxjerr komedinë komedinë Ah, gruaja ime. Edhe kjo një komedi greke, e përkthyme prej një personit kështu, edhe kjo shumë e suksesshme. I kena dhënë ka 2 në Teatrin Migjeni, jena mirë prit nga spektatori, kena ndëgjuar fjalë më të mira,
e kuptueshme, jo gjithherë më rrihet nëpër maje, se maja nuk ka të marum. E rëndësishme është të ecësh. Dhe duke ecur natyrisht merr gjithmonë shumë çka me vete, madje merr hapa të guximshëm për të vazhduar. Kjo ka qenë ndoshta edhe një histori e thithjes mjaft elementve. Ju pak më herët thatë që nuk janë vetëm nga qyteti, janë edhe nga fshati. Dhe unë mendoj se kjo është një punë e veçantë e juaja. Gjithë përfshirja, shtrirja në një territor më të gjerë. Në fakt, keni menduar që këto shfaqje pas skenës së teatrit Migjeni t'i shfaqni diku edhe në këto komunitete që kalojnë qytetin e Shkodrës? Me të thënë drejtën, jo vetëm që e kena menu, po edhe kena dëshiru. Disa herë kena mrit për mi realizu, disa herë nuk kena mrit për t'i realizu. Bëhet fjalë për shembull për disa shfaqje, siç është kanë për shembull Dom Shtefan Kurti, e kena dhënë në Lezhë, në Tiranë, Teatrin Kombëtar të Tiranës, e kena dhënë në Teatrin Kombëtar të Prishtinës. Pra, vetë vendet tregojnë që shfaqja ka pas sukses dhe ka arrit të realizojnë detyrat qëllim. Por nuk na nol çdo herë kjo. Pra, kërkojmë salla, kërkojmë ambiente dhe shpesh na përgjigjen. Na po e napim ambientin, por spektatorin nuk mund t'ju napim, sepse spektatorët në për shumë vende janë largu nga të qenën e pjesë në skenë. Është një ndër fatkeqësitë e mëdha që ka tashti shoqërinë tonë. Ndoshta nga fakti që televizori bën punën e vet, nga fakti që edhe celularët bëjnë punën e vet, dhe të rinjtë dhe të rejet, këto kryesisht që do të ishin që do të mushin sallat, nuk janë më prezent. Pra, është shumë e vështirë me thith spektatorin, dhe kjo vështirësi nuk nol vetëm për shoqatën tonë, kam përshtypjen se dhe trupa Teatrit Migjeni e njehen këtë vështirësi. Kjo njehet jo vetëm tek ne, po gjithkund. Pra, kena pas raste që kena shku me dhënë shfaqje në Lezhë, po morëm një variant me një komedi, pra shumë e përshtatshme për të thithë dhe për të gëzuar spektatori, ka pasi spektator shumë të vogël më rënd. Aq sa më shumë jena kenë na si trup, se sa pjesëmarrës. Gjithsesi të sfidosh problemin gjithmonë nuk është keq, apo jo? Dhe madje edhe rrethinat, megjithse ka probleme me popullsi. Problemi mitet tona është problemi i skenës, pra, po s'pat me skenë. Në skena në rrugë të madhe nuk mund ta japin. Nuk është një koncert që po delek në ose unë ju uroj që të gjeni shtigje përderisa keni bërë gjithë këtë përpjekje, keni mbritur në aktivizimin e një numri mjaft të konsiderueshëm dhe do thoja edhe cilësor të realizimit. Pas kësaj është gjithmonë një moto që ju mban, apo jo? Keni aktivitete të tjera? Po, do të ciku i sanë të më falish. Mos të harrojmë se shoqënia jonë është shoqëni jo fitim prunse, dhe për fatin e saj jena detyruar të mos përdorim bilet. Gjatë që edhe kjo në vështirëson punën, sepse duhet mos të harrojmë, asgjë nuk bëhet po shpenzove. Pra, as edhe një shfaqje nuk realizohet pa shpenzime. Pra, po thuj se gjithkund njehet nevoja lekut. Pra ne është të titulli kur borxhet zën frymën, është një mesazh që godet. Pra, na pretendojmë me punën tonë të na afrohen firma të ndryshme, biznesmen të ndryshëm, donator të ndryshëm, sepse i shërbim së përgjithshme, si shërbim kulturës të qytetit, i shërbim edukimit njerëzve. Pra, bëjmë vetëm një punë të mirë dhe asgjë më tepër. E pse të mos na bashkohen edhe ato me ne? Pse të mos jenë pjesë? Kjo do thotë që shfaqja jepet falas? Po, shfaqja është vetëm me ftesa. Vetëm me ftesa. Edhe po ja bëj të ditën, pothuajse 90% për të dy net ftesat janë shpërndame. Ka patur interes. E kena arrit me pas këtë sukses për vetë jetës sonë prezantimit her pas hershme. Vetëm me punë, natyrisht. Sigurisht, vetëm me punë. Gjithsesi ne i falenderojmë parallonje. Pra, me 25 dhe 26 janar në skenën e Teatrit Migjeni në orën? Në orën 18. Do desha të dija sepse pas një veprimtarie gjithmonë ke nxitje për të tjera. Për ju si do të jetë? Na qysh tash kena filluar me menu për libretin e ardhshëm, me çfarë do merren në skenën e ardhshme.
janë disa variante të cilat asnjëna prej tyre nuk është përcaktuar saktë. Natyrisht. Le të shpresojmë që na përsëri të arrijmë me mba diçka për sa i takon skenës. Por mos harrojmë sepse shoqënia jonë është angazhuar për disa vitesh me realizimin e festës së karnivaleve të qytetit tonë. Gjë që edhe ajo na jep një dorë në jetën tonë artistike, qoftë për qytetin, qoftë edhe në angazhimin që i bëjmë me te. Jena në prag të festës karnivale. Shpresojmë që bashkia do të na besojnë përsëri ne këtë detyrë, me të cilën nuk është e kollajt më marr, është shumë më tepër e vështirë se sa me prezantu një premier në teatr Migjeni. Sepse është një aktivitet shumë masiv, është një aktivitet ku janë shumë parametra që duhet realizohen. Por ajo që ne na shqetëson, na gëzon dhe na shqetëson, na gëzon pjesëmarrja e shkollave, moshave fëminore, moshave rinore, por na varfënon fakti që qyteti e njeh pak këtë fest në një fjalë. Dhe kjo na vret i fije, avrastare. Arsyet sepse nuk e di, a është thjesht mungesa e informacionit, a është qenjëm në dopt e spektatorit, nuk e di çka të them. Duke shprehur gjithmonë interesin, mendoj se mikrofonin në radio se keni të hapur, jo vetëm ju, por të gjithë ata që kanë nisma, iniciativa, shfaqje, vullnete të mira, veprimtari cilësore dhe të bukura në shërbim të komunitetit. Do të takohemi përsëri në aktivitetet tuaja, zoti Gjon, edhe me 25 dhe 26 takohemi pikërisht në skenën e teatrit Migjeni me premierën e varietes Kur Borgjit zën frymën, e cila patjetër mendoj do të tërheq dhe ka tërhequr paraprakisht vëmendjen dhe interesin e mjaft artëdashësve, duke qenë një shfaqje që godet me mesazhe, por edhe me anën artistike të tij. Faleminderit shumë që ishit sot në studio. Faleminderit edhe juve. Dhe ju uroj sukses. Faleminderit shumë. Shumë pat ka qenë me dhe me ke ura zë.